Horoskopi vjetor për vitin 2026. Dashi. Viti 2026 për dashin është një vit i rëndësishëm ristrukturimit të jetës personale dhe profesionale, i mbështetur në tranzitet të fuqishme planetare që ndrikojnë drejt për drejt në identitet, përgjegjësi dhe drejtime afatgjata. Saturni vazhdon ndikimin e tij disiplinues, ndërsa Jupiteri hap cikle të reja zgjerimi, por vetëm për ata në shenjën e dashit që kanë mësuar të veprojnë me maturi dhe strategji. 2026 nuk është një vit i shpejt për dashin, por një vit me thellësi. Është koha për të ndërtuar themele të qëndrueshme, për të rishikuar vendime të vjetra dhe për të kuptuar se jo çdo betejë fitohet me impuls. Për dashin, i cili natyrshëm vepron me zjarr dhe vrull, ky vit kërkon pjekuri emocionale dhe kontroll të energjisë. Në aspektin profesional, 2026 sjell një ndarje të qartë mes atyre që kanë punuar seriozisht vitet e fundit dhe atyre që kanë vepruar pa plan. Dashët që kanë investuar në arsimim, eksperiencë ose rrjete profesionale do të shohin shpërblime graduale, veçanërisht nga mesi i vitit e tutje. Fillimi i vitit është më i ngadalshëm, me ndjesinë se përparimi po vonohet. Kjo nuk është sepse po bllokoheni, por është një periudhë testimi. Planetet kërkojnë nga dashi të tregojë durim, të rregullojë mënyrën e punës dhe të marrë përgjegjësi të plota për rolin e tij. Vendimet impulsive në punë mund të kenë pasoja afatgjata, prandaj këshillohet maturi. Gjysma e dytë e vitit sjell më shumë qartësi. Projekte të reja, pozicione drejtuese ose mundësi për të ndërruar drejtimin profesional do të shfaqen, por vetëm nëse dashi ka mbyllur çështjet e vjetra. Ata që punojnë në fusha të pavarura, si përmarrje ose profesione krijuese, do të ndjejnë një rritje të ngadaltë për të qëndrueshme. Financat. Financat në 2026 kërkojnë disiplinë. Nuk është një vit për shpenzime impulsive, por për menaxhim të kujdesshëm. Dashët që planifikojnë buxhetin dhe shmangin rreziqet e panevojshme do të krijojnë siguri afatgjatë. Mund të ketë shpenzime të lidhura me shtëpinë, familjen ose investime personale. Nëse dashi zgjedh të investojë, duhet ta bëjë këtë vetëm pas një analize të plotë. Fitimet vijnë gradualisht, jo me një herë, por janë të qëndrueshme nëse strategjia është e qartë. Marrëdhëniet në çift. Në dashuri, 2026 është një vit sqarimesh. Marrëdhëniet e forta thellohen dhe bëhen më serioze, ndërsa ato të paqartat mund të përfundojnë. Deshët në çift do të përballen me nevojën për komunikim të sinqertë dhe kompromis. Ky vit nxjerr në bah temat e përgjegjësisë emocionale. Nëse një marrëdhënie ka qenë ndërtuar mbi presion pa baza të forta, do të testohet, por nëse ka respekt dhe përkushtim, lidhja do të bëhet më e qëndrueshme dhe e pjekur. Beqarët. Beqarët e shenjës së dashit nuk duhet të nxitojnë në 2026. Ky është një vit për të kuptuar çfarë kërkojnë vërtet nga një partner. Mund të shfaqen persona me ndikim të fortë emocional, por jo çdo njohje do të jetë e destinuar të zgjasë. Lidhjet më të rëndësishme vijnë pas mesit të vitit, shpesh përmes rrethit profesional ose kontakteve serioze. Dashët që punojnë me veten e tyre do të tërheqin partner më të pjekur emocionalisht. Shëndeti. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj stresit dhe lodhjes mendore. Dashi ka tendencë të mbingarkohet dhe 2026 e paralajmëron për këtë. Pushimi, rutina e rregullt dhe aktiviteti fizik i moderuar do të jenë thelbësore. Problemet e vogla të neglizhuara mund të bëhen kronike nëse nuk i trajtoni në kohë. Balanca mes punës dhe jetës personale është çelësi i mirëqenies tuaj. Këshilla për vitin. Mëso të ndalosh, të mendosh dhe të ndërtosh. 2026 nuk është një sprint, por një maraton që shpërblen durimin dhe zgjuarsinë tuaj. Faleminderit që na ndoqët deri në fund. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni ta bëni like, ta komentoni dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë përmbajtje të reja. Ndajeni këtë video me miqtë tuaj dhe ata që përfitojnë nga ky informacion. Mbështetja juaj na ndihmon të vazhdojmë. Ju faleminderit dhe shihemi në video në radhës. Pyetjet mund t'i lini në koment dhe të na shkruani nga cili shtet na ndiqni.